Është interesant gjithë kush me kallëzu historinë e vetë, se është një falë lirimi, edhe unë shtas të u lirova, besëm që u lirova, është gjithmonë interesant se që kjo ndjenja e lirimit është më e madhe se ajo ndjenja që e manë më në dhe solidarizot, është diçka që letohesh, është mirë gjithmonë me kallëzu historinë tonë. Qëra ajo ndjenja e solidarizimit me patriot tonë, me njerëz, me vlezrit edhe motrat tona, u konë shumë më e madhe se sa ndjenja ose nevoja për me kallëzu që shke kalu ti gjatë luftës. Se tu e pas çka po ndodh në pjesë tjera dhe ti je mësu me qatë okupim, me qatë represion, me qato dhunime psiqike, fizike që i kena përjetu, po na u kanë dukë të vogla në krahas me masakrat që janë bu, për shembull në vendet ku u kanë për në me luftë, battlefield, shtu, e vërtet. E për ata nuk kena pas, neve na ka ardhë marrë, me dalë me folë, na këna dalë në protesta, na solidarizu, na kështu, na ashtu. Ku njerëz atë janë drenis, në duka gjenë, në lap kanë po skena që i kanë lonë ashtat përgjismum, psiqikisht, fizikisht, qysh dush. Është interesant gjithë kush me kallëzu historinë e vetë, se është një falë lirimi, edhe unë shtas të u lirova, besëm që u lirova pak që edhe nashta nuk kom qenë shumë i artikulum për shkak që emocionet jenë ato që të shtin me ndryshu nashta edhe gjuhën, edhe të menumit kër e kallëzën këtë sen. Mirë po, është gjithmonë interesant se që kjo ndjenja e lirimit është më e madhe se ajo ndjenja që e manë më në dhe solidarizot, është diçka që letohesh, është mirë gjithmonë me kallëzu historinë tonë, edhe nashta dikush mishnot me ty, jo me historinë tonë, po mishnot me ty të ndjenë, edhe nashta dikujt i bosh inspirim, nashta dikujt i bosh arsye pse që në i ri dikush e shetë që të thotë pse nuk mirë na unë me qëtë punë, qysh po mirë është te që thashtë në këtë rast që e ke bu muzeën, që është diçka shumë fenomenale për generata që nuk e kanë përjetu dhe nuk e din, nuk e kanë këtë djenë që kanë lindë mas luftës ose janë rritë mas luftës. Është gjithmonë interesant me kallëzu historinë tonë, është gjithmonë është esenciale, jo interesant, është esenciale me kallëzu historinë tonë, se pe këtë historieve vjeni pasqyrim apo reflektimi të vërtetës e cila ka dominu në Kosovë, që është e vërtet e hidhun, e vërtet e përgjakshme, që i ka bo vaki popullit tonë 100 vjetë e fundit e sidomos ato vitet e nemuna që i thirëm na. Po shqyqyrë mas gjdo rëbeshi, mas gjdo breshnin, ose mas gjdo shiu në zendjeli. Edhe të në Kosovë po në zendjeli, na për në me po kalzojna që jena shtetë shumë inovativ, tash ki rinia jonë, na jena populli më i ri, nashta në Evropë me sato, jo nashta, po jena populli më i ri me satare me vjetë, edhe generatat e reja tona po korë në sukses si në sport, si në muzikë, si në artë, si në kulturë, si në politikë, si në këtë sferat e mundshme po lullëzën kjo rini e Kosovës, e shqiptarëve të Kosovës, do më thonë, edhe është një pasqyre shumë e mirë e prindve edhe edukatës tëne që jo e kanë imponu, po e kanë mjellë në generatat e reja të cilat thashtë veç po lullëzojnë e nuk jënë konë të mshelën si na, edhe që nuk kanë, tash kanë drejt me menu ndryshë, nas kanë pas drejt me menu ndryshë, na odash me menu me një rrugë. Kështu që është, për në me, gjithëqysh duhet me kallëzu historien për cilës vjen, që me qenë, që shtashtë edhe ma herët, si pjesë e reflektimit, apo pjesë e një far wake-up call-i, një teenagerit që të hej, qërë që kanë hek këta, e na jena në liri, e nuk jena tu bu diçka për këtë vend, cilin njerës kanë sakrifiku me qindra, mija njerë kanë vdekje, kanë tu janis prej rilindasve, më herës e rilindasit e krejt generatat, pej 89, 89, gjithë shka që kanë ndodhë Kosovë, aty në du të mjahudit. Aty në njerëzve do të më thonë, a i gjak që ka shku për Kosovë, a i gjak nuk lahët ndryshe për pos që na me qenë këtu, me jetu në Kosovë, se krejt po këshyru me dal jashtë, e me metë që të në Kosovë me punu për këtë Kosovë, me pagu taksa për këtë Kosovë, me kontribu në rini për këtë Kosovë, që unë shumë shpesh marrë thirrje me shku në për shkollat mesme, mi ju tregu gjeneratave të reja qysh kena shku pe shpijave në shkolla, qysh na ka njek policia që përshkojnë në shkolla, qysh u dasht më mshef për hymjes në hymje. E është dikon ka me rok ajo ndërgjegja dhe ka me thonë, wow, jam gjallë, jam me shëndet, e kam familjen, i kam mundësit, what the fuck am I doing, abeden? Pse unë nuk qona, pse unë nuk ja. Për ata është shumë mirë gjithëqysh
se cili prej neve, se cili lloj apo se cila kategorie tinejdżerave ose njerëzve që janë konë gjallë dhe kanë përjetu luftën është mirë me tregu ngjarjen e vet. Sa do koftë e dhimbshme ose sa do koftë abstrakte apo absurde as interesante, se ndoshta ka dhe raste që mund me tash për me ka shumë tema në Kosovë që mund mu trajtu që mund mu bo filma, e mund mu bo dokumentare, mund mu bo të që janë boderi që tash, po më do këtë që pak, nuk ka qatë shumë. Më kam qef shumë a shumë mu pasqiru që ajo me na kallëzu pak, me na qitë men për i shkafit këna dalë, mos me harru për i kajt këna ardhë dhe kush ka sakrifiku për neve.